Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit sot në SPAK në zbatim të masës së sigurisë, detyrim paraqitje në lidhje me çështjen e privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani. Personalisht, siç e din, kam falënderuar me sinqeritet në mënyrë të përsëritur gazetarët për kontributin që kanë dhënë në denoncimin e farsës elektorale. Ai ka qenë kontribut i çmuar dhe unë e vlerësoj shumë. Ato kronikat tyre, edhe para zgjedhjeve, po veçanërisht ditën e zgjedhjeve dhe në vazhdim, kanë qenë dhe janë jashtëzakonisht të çmuara. Të sugjeroj miqësisht të lexosh raportet e OSB-s çfarë thonë për mediat në Shqipëri. Ato thonë se mediat u sollën si në diktaturë. Kjo absolutisht jo gazetarët e kronikës. Pavarësisht, zoti Berisha, fjalori i përdorur nga eksponentët e Partisë Demokratike nuk ishte dinjitoz. I përjashtoj këtu gazetarët e kronikës nga ky klasifikim, masi gazetarët e kronikës ka prej tyre që kanë rrezikuar shumë veten në raportimet që kanë bërë, me guxim, me trimëri. Por, në tërësi gjendja e mediave është interesin e çdo gazetari, çdo qytetari të lexojë që flet se shëmbëlltyr e vendeve në diktaturë.